Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërkaq të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Ky model do të mundësoj sistemimin e policisë kufitare vetëm në hyrje, duke optimizuar resurset dhe rritur kapacitetet për përballjen me fluksin në rritje të qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2024, mbi 5 milion qytetar kaluan në 3 pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo shifër dëshmon për lidhjet mes njerëzve tonë, por edhe për nevojën për lëvizje të lirë e të shpejtë si të qytetarëve ashtu edhe të mallrave. Thirrja jone përbashkët solemne nga ky vend është integrimi tani. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vu në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Sot me inaugurimin e të ashtu quajturit One Stop Shop, sistem të menaxhimit të kufirit, ne po shënojmë një moment të rëndësishëm për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Dhe për qytetarit kjo nuk kupton më tepër kohë për familjen, për punë, për jetë. Sot këtu, në mënyrën më të mirë, demonstrojmë që kufiri nuk duhet të jetë një mur. Kufiri mund dhe duhet të jetë urë e jonë e përbashkët, urë e cila lidh njerëzit, idetë dhe mundësitë. Urë përmes të cilës flasim dhe flitet për besim, bashkëpunim, shkëmbim ekonomik, zhvillim të kulturës dhe të turizmit. Takimi ynë i përbashkët sot këtu shënon një hap të rëndësishëm të bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, me një rezultat konkret që kontribon në lehtësimin e qarkullimit kufitar dhe ndërveprimin e qytetarëve të dy vendeve tona. Sot po kurorëzojmë një marrëveshje të suksesshme mes ministrive të brendshme të qeverive tona, e cila mundson kalimin kufitar një ndales një kontroll, si në këtë pikë kufitare ashtu edhe atë të Globoqit Zjarricës. Ky është padyshim një pasqyrim i aspiratave tona të përbashkëta për kufi të hapur por të sigurt. Qëllimi është një i qartë. Kalim më i lehtë, më i sigurt dhe më i shpejt i kufive për udhëtarët, që do të thotë një kontroll në vend të 2 kontrolleve, pritje më pak, një eksperiencë më e mirë dhe në anën tjetër punë më efikase, koordinim më i mirë dhe luftë më e fortë kundër aktiviteteve të paligjshme.